Banesat në Prishtinë po kapin çmime stratosferike. Prandaj të gjithë po e bëjmë pyetjen e madhe. A ja vlen më shumë me investu këtu, apo me ble super pruna në Dubai me pothuajse të njëjtin çmim? Tafina këtu dhe ne sot jemi në Garden Hotel, ku Redstand Real Estate bashkë me Damek po e sillin Dubain në mes të kryeqytetit. Hajde ta zbulojmë se sa është e lehtë me investu atje dhe pse të gjithë VIP-at tanë po e kthejnë Dubain në lagjën e tyre më të ri. Hotel Garden u shndërrua në epiqendrën e luksit dhe mundësive të arta për të gjithë ata që duan të investojnë me zgjuarsinë në Dubai. Asnjëherë nuk ka qenë më lehtë të mësosh se si ti shumë fishosh para tua, sepse gjigantët e ndërtimit botror kanë zbarkuar drejt për drejt në Prishtinë. Damak, emri që po ridimenzionon jetesën elitare globale, ishte aty për të tërhequr vëmendjen absolute. Interesimi ishte jashtëzakonshëm dhe me të drejtë, Dubai ofron një treg pronash 100% pa taksa, mundësi të arta për investitorët dhe një kthim nga investimi për pronat që arrin deri në 48%, më shumë se tregjet e tjera botërore. Përfaqësuesit e kompanisë zbuluan ekskluzivisht përse vendosën Kosovën në hartën e tyre strategjike. First of all, about Kosovo market. Again, comparing to Albania market, as we've done like a short period of time, I would say last month, we've done a very, very successful property show in Albania. A lot of investors already, they started the investment in Dubai even from the last month. And again, this is we came of course to educate the market here in Kosovo, to let them know about Dubai more. And that's why we decided to come in person to Kosovo to deliver that information first of all, and we're staying until the end of the week as a good opportunity to allow everybody to come to Dubai. We will explain everything about Dubai. Dubai is safe, Dubai is great, Dubai is big, Dubai is success, Dubai is big money there. So definitely it's a good investment opportunity. So as long as it's one of the best investment opportunities in the world, why not? Damak quhet për super projekte që thyen rregullat e arkitekturës dhe për bashkëpunime të nivelit të lartë me marka ikonike si Fendi, Versace Home apo Roberto Cavalli. Por lajmi ekskluziv i momentit është projekti i tyre më i ri, Chelsea Residences. Ky projekt madhështor është një bashkëpunim zyrtar me vetë klubin e famshëm të futbollit, Chelsea, dhe po ndërtohet në zemër të Dubai Maritime City. Ai sjell apartamente luksoze me pamje spektakolare nga deti, klube, plazhi private dhe madje një dhomë simulimi për t'u servitur tamam si yjet të Premier League. First time in Kosovo with Redstand Real Estate together. First, I need to add like here to introduce Damak, to introduce Dubai, and to introduce our luxurious brands and buildings we have. One of them is Chelsea, as you mentioned, and it's one. Everyone knows Chelsea football team. So it's on the sea view as well. We have more coming up. We have more luxurious building and. Me një rritje eksponenciale dhe një potencial të pakrahasueshëm në Dubai, nuk ka kufi për zhvillimet në vazhdim. No limit at all. Again, it's all related more to the land we are building our projects in, which is Dubai. Dubai has no limit. So I will add one more thing, that like Dubai, only 25% of it's built, so we have a lot of lands to be built up. So with the help of the government, Dubai Land Departments and other developers and Damak, we are extending more. So we have a lot of communities coming up, a lot of buildings coming up. Exactly. Dubai has a plan until at least 2040. So expansion of the land, the land banks and the residents, of course. So government facilitates everything for all investors in the world to come to Dubai. So that's a good chance, of course. So that's why there is no limit in Dubai. Me një përvojë dhe prezencë dëshmuar, Redstand si kompani qëllimin e ka më së të qartë të udhëzojë drejt portofoleve të sigurta dhe të jetë fitimprurse. Redstand është një kompani e potentshmërisë, normal që na jena me vizion të madh, jetojna dhe veprojna në Dubai, kena zyra edhe në Prishtinë. Qëllimi i kompanisë tonë është për me eduku publikun për investimet kapitale fillimisht, edhe tregu i Dubait është një prej tregje më të mëdha në botë sa i përket rritjes kapitale, për çfarë arsye e kena zgjedh. Njëkohësisht ofron siguri të jashtëzakonshme, ofron një lifestyle të
të jashtëzakonshëm, domethënë njohur botërisht, këtë njerëz të botës kanë qef me kon pjesë e Dubajit. Dubai është qyteti i së ardhmës, është qyteti i inovacionit. Gjithashtu edhe pjesa kryesore tash është edhe inteligjenca artificiale. Dubai ka një plan që me kon qyteti i inteligjencës artificiale për vitin 2040. Edhe na si kompani po dojna me ofru njerëzve në Kosovë mundësinë e investimit në krejt kompanitë të Dubajit për arsye që kena kriju marrëdhënie shumë të mëdha me ta. Edhe e kuptojna domethënë patundshmërinë, e kuptojna financat, i kuptojna fitimet, edhe për atë arsye po dojna me jap kontributin tonë që investori me gjetë veten në këtë market, me pas siguri se çka auto zgjedh, ku auto zgjedh, pse auto e zgjedh këtë vend për me ble. Edhe po besoj që Kosova e meriton me kon pjesë e këtyre investimeve kapitale. Dubai nuk është vetëm qyteti i milionerave, miliarderave që shëdin këtë bota, definitivisht është qyteti i suksesit, ka ofruar mundësi të jashtëzakonshme për individ me kriju pasuni atje. Është një qytet që i ka përmi 80.000 milionera, 27 miliardera që jetojnë aty, kanë zgjedhur për një arsye, për llojin e jetës që ofron Dubai. Edhe nuk është e domosdoshme investimi i kapitalit në Dubai me u klasifiku se një lloj investimi ku ti dosh me shku në Dubai ose dosh me jetu në Dubai, mund është absolut me zgjedh këtë qytet edhe pa pas nevojë me shku në Dubai, po veç me kon pjesë rritjes ekonomike që ofron qyteti. Por përse, saktësisht, duhet investohet sot në Dubai? Përfitimet fillimisht janë te pjesa e rritjes kapitale të pronave në Dubai. Arsyeja pse pronat rriten në Dubai në nivel më të lartë se në krejt qytetet e botës është për shkak që qyteti është i pandërtuar tërësisht. 25% e tokës është ndërtuar, 75% është e pandërtuar. Edhe gjatë kohës që ka kërkesë për banim, që ka kërkesë për turizëm, që ka kërkesë për vizita në Dubai, ka kërkesë edhe për mini qytete ku këta persona duhet me jetu, apo normal këtu banesa duhet më shumë e qëra. Edhe që kjo është një për arsye kryesore pse bota është e zgjedh Dubain për me ble prona. Njëkohësisht është edhe mungesa e taksave që në biznes njihet si profit, për arsye që nuk ki nevojë me pagu, domethënë që i bën jetë i mojt për vete. Çfarë do lloj sasie shumë të parë që ti e bën në Dubai është 100% e jotja. Kjo është një pjesë shumë atraktive. Njëkohësisht edhe siguria që ofron qyteti, është një prej qyteteve më të sigurta në botë, ofron siguri të jashtëzakonshme. Për atë arsye besoj që njerëzit janë të zgjedhur Dubain për investim. Për shkak të interesimit të madh, Damak mirëpret edhe përgjatë fundjavës të gjithë për të kuptuar më shumë nga kjo mundësi dhe për të marrë hapjen e radhës drejt një investimi vizionar.